Kryusin ton, kryusin e botëve, paqja dhe kimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. E lutem Allahun xhaleshanu të na bëjë për besimtarët e sinqertë që jetojmë jetën tonë në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam deri në fundin tonë të fundit. Vëllezër dhe motra të nderuar, Allah ju shpërblet për prezencën tuaj. Zoti shkruaj sevap çdo hap që keni hedhur drejt xhamisë, për të na bashkangjitur në këtë program fetar sonte në xhamin tonë, me hoxhën e nderuar, Hoxh Ferit Piku, që nuk ka shumë nevojë për prezantim, se të gjithë e njihni. Allahu shpërblet hoxhën që e pranoi ftesën, na e pa dhënë fjalën disa kohë më parë në fakt, po elhamdulillah ka qenë kadet e Zotit që të takohemi sot së bashku. Ku me lehtë Allahu të vlerësuar, hoxha do na trajtojë një temë shumë thelbësore dhe të rëndësishme, që të jemi besimtar musliman me moralin që na kërkon Islami, jo vetëm brenda katër mureve të xhamisë, por ta shtrim këtë në jetën tonë të përditshme edhe në komunitetin ku jetojmë, për të cilën më tepër hoxha i nderuar do të na nderojë me fjalët e tij të bukura. Zoti nderoj Zoti e shpërblet dhe fjalën ku ja kaloj ju hoxh i dashur. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot, Zotin ton falenderojmë, për ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë
mbi njeriu më të mirë, mbi krijesën më të pastër, mbi vullën e gjithë profetëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më sinqerta dërgojmë. Vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, begatia Allahu xhalleshanu qofshin mbi ju, qofshin mbi familjet tuaja, qofshin mbi ne sa jemi gjallë, qofshin mbi ne kur vdesim, qofshin mbi ne ditën kur dalim përpara Allahu xhalleshanuhu. Pasi falenderoj Zotin që na dha këtë mundësi, lutem atij të rrethoj mexhlisin ton me melajket e tij të mëshirës, të zbres mbi këtë mexhlis kënaqësinë e tij, e ta bëj atë sebeb të na përmend Zoti në mexhliset e tij, sebeb për të na ruajtur në rrugën e tij, e sebeb për të na bashkuar gjithë bashk në xhennetet e tij. Falenderoj Hoxhën i cili ka disa kohë që më ka thirrur për të ardhur në një ligjërat pas namazit të akşamit, po sonte u bë nasib. Inshallah Zoti ja shpërblet me të mira atij, po ashtu edhe juve për kohën, për angazhimin. Inshallah ju ja shpërblen Zoti me bereqet në kohën tuaj, me kënaqësi dhe qetësi në zemrat tuaja, po ashtu edhe me begati në pasuritë edhe në familjet tuaja. Tema për cilën do bashkëbisedojmë sonte, apo të flasim gjithë bashkë, sepse unë nuk është se po mundohem t'ju flas juve se di pak më tepër, por duke ju folur juve ne i flasim vetes tonë. Jemi shumë më të nevojshëm se sa ju për këto lloj temash. O dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, e ti Muhammed përkujto se përkujtimi i bën mirë besimtarve. Ky është urdhri që ja zbriti Zoti profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Teksa kujtojmë njëri tjetrin, ne faktikisht kujtojmë veten tonë. Tema titullohet Morali i muslimanit jashtë mureve të xhamisë. Nëse ka një pamje të jashtme secili prej nesh, ky njeri që e shohin të gjithë dhe këtë e ka krijuar Zoti në formën perfekte siç di ai të krijojë. Në formë perfekte krijon Allahu xhalleshanuhu, kjo quhet khalq. Khalq, krijimi i jashtëm i njeriut, edhe është krijuar në formë perfekte. Ka një krijesë dhe një krijim tjetër brenda njeriut. Ai krijim tjetër është morali i njeriut. Janë vlerat e njeriut dhe në gjuhën arabe ajo quhet khuluq. Kjo quhet khalq, ajo tjetra quhet khuluq, të dyja vijnë nga e njëjta rrënjë, të dyja janë krijim, po kjo është pjesa që duket dhe këtë njeriu mundohet ta rregullojë, mundohet ta parfumosi, mundohet ta zbukuroj, po ka edhe një krijesë tjetër brenda nesh, ajo është morali ynë. Ajo është vlera jonë reale. Kjo është arsyeja që keni dëgjuar ose keni lexuar që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përpara se të dilte të komunikonte në publik, e shihte veten e tij në një enë me ujë, e cila kishte rolin e pasqyrave të sotme. Tradita profetike është që njeriu të shikojë veten e tij përpara se të dalë përpara të tjerëve. Edhe pasi shihte veten e tij, bënte këtë dua: Allahumma kema hassanta khalqi fa hassin khuluqi. O Zot, sikur ma ke zbukuruar pamjen time të jashtme, ma zbukuro dhe moralin tim të brendshëm. Njeriu guxon dhe e shikon pamjen e tij të jashtme në pasqyrë, por besimtari e din se brenda kësaj pamjes të jashtme është dhe një pamje tjetër e brendshme, ajo është morali i tij. O Zot, ti e ke zbukuruar pamjen e jashtme, nuk është në dorën time, por më ndihmo mua ta zbukuroj pamjen time të brendshme. Ato të parën na e ka rregulluar Allahu xhalleshanu siç di ai të rregulloj. Këtë të dytën ka thënë Zoti, me ndihmën tek unë do ta bëni vetë, do ta rregulloni vetë. Prandaj e gjithë feja, librat hyjnor, pejgamberët kanë ardhur pikërisht për të rregulluar jo pamjen e jashtme të njeriu, sa ato e ka rregulluar tjetër kush, por për të rregulluar pamjen e brendshme të njeriu, e cila është morali i tij, janë vlerat e tij. Namazi zgjat, po themi 10-15 minuta, brenda ditës 1 orë e gjysmë, po ashtu agjerimi është 1 muaj në vit, haxhi është 10 ditë apo 2 javë, të gjitha adhurimet e kanë një kohë të kufizuar, ndërsa morali është adhurimi që nuk ka kohë. Ai është me njeriu deri në vdekjen e tij. Nëse dalim prej xhamie, bashkë me daljen tonë marrim dhe moralet tona, sjelljet tona. Njerëzit nuk e dinë se ku ishim, nuk e dinë se çfarë falem, as nuk e dinë se si u ndjem ne shpirtërisht. Por njerëzit janë ata që shikojnë pamjen tënde, sjelljen tënde, moralin tënd dhe vlerat tuaja.
Kjo është arsyeja që të gjitha adhurimet fetare kanë një qëllim. Qëllimi është që njeriu të njohë Zotin e të afrohet me Zotin, dhe dyta njeriu të rregullojë këtë pamjen e brendshme të moralin e tij, që me të vërtet të duket se imani ka lënë ndikim te ky njeri. Vëllezër dhe motra, thuhet në kohën e Sulejmanit alayhis salam, dhe ai ishte profeti mbret që komunikonte me kafshët, me zogjt, me gjindët, komunikonte me gjithë. Thonë që një zog dëshironte të pinte ujë, ullë në degën e një peme dhe donte të afrohej të pinte ujë tek lumi, përpara që disa fëmijë po loznin aty, tha ndoshta më tremin e spi dot ujë dhe nuk piu aty. Shkoi me një vend tjetër, prap pa që kishte njerëz. Ke një vend tjetër i tretë, shkoi dhe pa një burr me mjekër, një njeri me çallme, dhe tha, ky është njeri për të cilit nuk më vjen keq, dhe ul dhe filloi të pi ujë tek ai vend. Mi po ai person faktikisht ishte një gjuetar. Ai kapi gurin dhe goditi atë zog. E thonë që ja nxori njërin prej syve. Pas kësaj zogu që komunikonte me Sulejmanin alayhis salam shkoi dhe u ankua tek gjykatësi. Tha, ky person tha më nxori syrin. Thonë që Sulejmani alayhis salam e thirrri atë njeri. Edhe i tha, për këtë që ke bërë do të marrim hak një, do ta heqim dhe ty syrin. Se shkoi zogu, tankohet tek mbreti i gjykatës i drejtë. Mirë po thonë që zogu tha, jo o mbret, unë nuk dua t'i nxjerrni syrin atij, po dua t'i ruani mjekrën dhe t'i hiqni çallmën, se mua më mashtroi mjekra dhe çallma e tij. Se thash, prej këtij njeriu nuk më vjen mua keq, se ky është njeri besimtar, kjo mjekër është mjekër besimtari dhe kjo çallmë është çallmë besimtari. Po ta kisha ditur se nuk është i tillë, nuk do kisha pirë ujin atë vend, po do shkoja me një vend tjetër. Kjo histori, vëllezër dhe motra, ka një filozofi që morali, kur është i keq tek çdo njeri, po kur vjen prej atij njeriu që duket se është besimtar, ai është më i rënd, ai është shumë i rënd. Dhe njerëzit nuk e përtypin dot. Prandaj Zoti na ndihmoft të rregullojmë vlerat dhe moralet tona, ta zbukurojmë atë pamjen tonë të brendshme, që të kënaqet ndaj nesh Allahu xhaleshanuhu, por mbi gjitha edhe njerëzit tjerë thonë me të vërtet, ke qef të bësh tregti me një besimtar, ke qef të bësh miqësi me një besimtar, ke qef të bësh udhtim me një besimtar, se prej tyre nuk kemi parë përveç se hajër. Zot na ruaj nga e kundërta, kur thot njerëzit ki kujdes nga ai që duket sikur ka mjekër apo ka çallm, sepse kështu duken nga pamja e jashtme, por nuk janë kështu nga pamja e brendshme. Xhamia është shumë e rëndësishme, por në xhaminë e pikërisht mësojmë këtë, të qëndrojmë përpara Allahu xhaleshanu. Shihni namazin tonë, vëllezër dhe motra. Ka disa veprime që janë veprimet e jashtme të namazit, ka disa veprime që janë kuptimet e brendshme të namazit. Kur marrim tekbirin fillestar, themi Allahu Ekber, Zoti është më i madh, është më i madh se çdo gjë në këtë dynja, dhe ti dynjan e lën mas shpine dhe kthehesh me pa drejt kiblës. Kibla e syve është qabja Allahu xhaleshanu, kibla e zemrës është kënaqësia e Zotit të gjithësisë. Kur ti qëndron në këmbë, ti thua tjerë, unë jam njeri i drejtë, unë kam shtyllë kurrizore, unë jam njeri me vlera dhe me parime. Mua do të më gjesh të tillë në të gjitha situatat, në kënaqësi dhe në hidhrim. Kur kam dhe nuk kam interes, unë kur nuk kam për dalë për kësaj rrugë. Gjithmonë do të më gjesh mua njeri me parime. Kur bijem në ruku, ne i themi gjithë botës, ne përkulemi vetëm përpara krijuesit tonë. Nuk përkulemi përpara interesit apo përpara frikës së dikujt tjetër. Kur bijem në sejdë, ne e lëshojmë të gjithë autoritetin tonë përpara Allahu xhaleshanu dhe themi, o Zot, çdo gjë që kemi ne nuk ka asnjë vlerë. Ky ballë që është në sejdë është pasuria më e madhe që kam unë. Prandaj, o Zot, më fal dhe më mëshiro në këtë moment. Kur japim selam, themi Esselamu alaikum wa rahmetullah, Esselamu alaikum wa rahmetullah. Ne dalim prej namazit me paqe dhe me rahmet, për t'i thënë këtë njerëzve, prej këtij njeriu do të vi paqe dhe do të vi sherr, do të vi rahmet dhe do të vi kazak. Kjo është kuptimi i namazit. 15 minuta zgjat ky namaz, ama pjesa tjetër e ditës duhet të jetë përkthim i këtij namazi. Po ashtu agjerimi nuk është thjesht frenim nga mosngrënia dhe mospirja, po i thua atij njeriu që un kam frikë Zotin, un kam amanet, se kush agjeron e di ç'do thot fjala amanet.
Ai njeri që shkon haxh dhe vesh ihramin e bardh, ai mundohet ta zbardhë dhe shpirtin dhe zemrën e tij. Se çfarë vlere ka ihrami i bardh, një zemër që është zemër e keqe aty brenda. Çfarë vlere ka haxhi kur i respekton këtë rregullat, por ti brenda ke mashtrim, ke brenda hilen zemrën tënde. Prandaj vëllezër dhe motra, vlera e namazit duket kur ne dalim prej namazit tonë. Vlera e agjerimit është kur mbaron muaji Ramazan. Vlera e haxhit është kur haxhiu kthehet nga qapja dhe kthehet vazhdoj jetën e tij. Islami ka këtë qëllim. Qëllimin ta pastrojë dhe ta lartësojë njeriu, ta bëj Abdullah, rob i Allahu xhalleshanu. Dhe rob i Allahu xhalleshanu është emri më i bukur që na ka vendosur Zoti i gjithësisë. Islami është si puna një peme, edhe këtë e thot vetë Allahu xhalleshanu. Rënjët i ka thellë në tokë, trungun e ka lart në qiell, por kjo pemë i jep frutet në çdo kohë dhe në çdo vend. Çfarë është kjo që është thellë në tokë? Janë rënjët e besimit. Besimi është në zemër. Rënjët nuk duken rënjët e pemës, por sa më të thella të jenë ato rënjë, sa më të shëndetshme të jenë ato, aq më e shëndetshme është pema. Sa më i pastër, më i fortë jetë besimi në zemrën e robit, aq më i fortë ka përqen Islami i tij, aq më i fortë ka përqen morali i tij. Ajo që është thellë në tokë, që nuk duket, është imani. Imani është i padukshëm. Askush prej nesh nuk ka një formë ta tregoj imanin tavolin, e as ti nuk ke forcë ta dish se filani është apo nuk është besimtar. Prandaj mos hyj mes robit dhe Allahu xhalleshanu. Ai trungu, çfarë është ai trungu? Ai trungu janë adhurimet e Islamit. To që i shohin njerëzit, është namazi, është haxhi, është zakati, është shahadeti, është agjerimi, e shohin të gjithë këtë. Por ka dhe diçka tjetër. Janë ato frutet që thot Allahu xhalleshanu, kjo pemë i jep frutet me leje të Zotit në çdo vend dhe në çdo kohë. Cilët janë këto frutet? Frutet janë moralet. Kudo që ti jesh, me këdo që ti jesh, çfarë do lloj stine që ti jetë, ti ke për t'i dhënë frutet tuaja nëse ke besim në zemër, edhe nëse ke trungun e Islamit fort. Dimër apo verë, kjo pemë është e vetmja pemë e cila i jep frutet e saj në çdo sezon dhe në çdo vend. Prandaj imani nuk është i kufizuar morali nuk është i kufizuar vetëm me xhamin, nuk është i kufizuar vetëm me besimtarët. Morali është me ty në çdo moment, hap mas hapi, ditën dhe natën. Edhe kur je me muslimanin, edhe kur je me jo muslimanin, edhe kur je me besimtarin, edhe kur je me jo besimtarin, ti ke frikë Allahu xhalleshanu. Prandaj vëllezër dhe motra, të gjitha adhurimet islame, një nga qëllimet kryesore që kanë është ta pastrojnë njeriu. Ta bëjnë atë njeri me vlera dhe njeri me morale. A i keni parë xhamit tona, vëllezër dhe motra. Xhamit tona janë gjithmonë në mes të lagjeve. Dhe muslimanët gjithmonë xhamit e tyre i kanë ndërtuar në mes lagjes, madje lagja dhe mahalla është ndërtuar mas xhamis. Po pse nuk i ndërtojmë ne xhamit larg? Që njerëzit që duan të shkojnë në xhamit hikin prej dynjas, hikin prej telashet dhe shkojnë të pastrohen atje, pastaj të vinë në jetë, sepse xhamia nuk është bërë për të hikur nga jeta, po xhamia është bërë që të pastrojë duke qenë brenda jetës. Sepse ajo që vërteton se çfarë morali kemi ne është pazari dhe tregu. Të gjitha xhamit tona janë në mahalla dhe janë pazar dhe në treg. Nëse je musliman i ndershëm, që ke frikë Zotin, që e don halalin dhe ke frikë haramin, këtë ke për ta vërtetuar në mahallën tënde, me komshit tuaj. Do ta vërtetosh në pazar dhe në treg, prandaj xhamit tona janë të gjitha në pazar dhe Zoti na ka thënë në ditën e xumë, kur thirret ezani i xumas, lëreni shitblerjen, shkoni aty ku përmendet Allahu xhalleshanu. Por kur mbaron namazi i xumas, ka thënë dilni dhe kërkoni rrezikun, furnizimin e Allahu xhalleshanu. Shqivi se i ka përfshi Islami. Xhamia është pjesë e jetës. Ne, për të bërë musliman të mirë, nuk i ikim nga jeta. Përkundrazi, aty rrim bashkë me njerëzit, pastrohemi në xhami dhe këtë pastërti që kemi marrë në xhami mundohemi ta reflektojmë në jetën tonë, në mahallën tonë, në pazarin tonë. Thonë që Omer ibn al-Khattabi, ai burri mençum, besimtari mirë, por shumë i zgjuar, i tha dikujt, mos e njeh filanin, se nuk e njoh mirë atë. Po, tha, ja e mirë el mu'minin, e njoh, kemi falë namaz bashkë. Dikush thotë, po kemi falë namaz natë bashkë, kemi agjeruar bashkë. Tha, ashtu e njoh edhe unë, por pyes për diçka tjetër. Për çfarë po pyet, i tha ai person? Tha, a ke bërë udhtim me atë njeri?
A ke bërë miqësi me atë njeri? A ke bërë tregti me atë njeri? Se aty njihen burrat njihen në udhtim, se udhtimet janë të gjata dhe në udhtim dalin vlerat e njerëzve. A ke bërë tregti me atë person? Se në tregti aty nefsi bëhet i vogël, bëhet shumë cinik dhe aty pak njerëz e mbajnë vlerën dhe moralin e tyre. Dhe a ke bërë miqësi me atë njeri? Po kështu si puna jote, tha njoh shumë, tha unë. E pse ke parë në xhami do të thosh se është burr i mirë, faktikisht. Omeri radiallahu anhu i tërhoqi vëmendjen atij dhe gjithëve ne, se morali nuk është thjesht 15 minuta që rrim në xhami, por morali tregohet pikërisht ne kur dalim jashtë xhamie. Indonezia sot është vendi me numrin më të madh të muslimanëve në botë. Indonezia është vendi me numrin më të madh të muslimanëve në botë. Indonezia, Singapori, Brunei, Malajzia, këtë kjo zonë thonë që ka hyrë në islam prej tregtarëve. Tregtarë nga Jemeni që ishin bërë musliman, shkuan për tregti, për të fituar, nuk shkuan për davet, as për fe, thjesht për të fituar, por masi ishin bërë musliman e dinin që morali tregohet në tregti, nuk ka vjedhje, nuk ka mashtrim, nuk ka hile, nuk ka fitim haram, edhe këta vendalit u mahnitën prej sjelljes së këtyre tregtarëve, thanë, pse ju dalloni nga tregtarët tjerë? Thanë, jemi musliman, kemi frikë haramin, kemi frikë Zotin. E thonë që vendalit filluan të ndikohen, e thanë, cili është besimi juaj? Tha, besimi ynë është Islami, profeti ynë është Muhamedi a.s. Atëherë filluan njerëzit vendalit hynë në Islam, derisa sot Islami, thash, ka numrin më të madh të muslimanëve e ka në Indonezi. Atëherë, çfarë dua të them me këtë, vëllezër dhe motra? Nuk shkuan ulema dietar, nuk shkuan komandant, nuk shkuan ushtri, shkuan thjesht disa tregtar, por tregtar që kishin frikë Allahun xhalleshanu. E shikoni se çfarë bën morali? Morali i zbut zemrat e njerëzve, morali i mirë, Zot na ruaj, pastaj morali i keq, fol sa dush me ajete kuranore, fol sa dush me hadithet pejgamberit alayhis salam, kur kush nuk dëgjon, kur kush nuk beson. Jemi sot afërsisht 2 miliard musliman, edhe Zoti na shtoftë edhe më shumë, themi. Po nuk është shtimi vetë në numra. Pse sot nuk kemi ne ndikim? Sepse ne nuk kemi besim tek njëri tjetri. Nuk kemi besim tek moralet e njëri tjetrit. Edhe në shumë vende mundohen të mos blenë ke muslimani, por të blenë tek tjetri, tek Gjermani, tek Zvicerani, sepse thot ai nuk gënjen, ai nuk mashtron, kurse ky muslimani një herë më ka mashtruar. Kjo është e dhimbshme. A do të thotë që kretë muslimanët janë kështu? Hasha, nuk do të thotë, por ama edhe pak e prishin imazhin, ama dikur ka qenë kretë e kundërta. Bli dhe shit tek muslimani se pra ati kur nuk të vjen hile dhe mashtrim. Këtu janë kur janë njerëzit, kanë frikë Allahun xhalleshanuhu dhe kanë moral. Që të mos ju lodh shumë, vëllezër dhe motra, si ta tregoj moralin jashtë xhamisë? E para, tregoje moralin tënd në familjen tënde. Familja jote është vendi më i meritueshëm për t'i treguar atyre që ti je musliman e që je njeri i mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, më i miri prej jush është ai që është më i miri me familjen e tij, dhe unë jam më i miri prej secilit prej jush për familjen time. Aty mundohem ta tregoj moralin tim. Ata janë më të meritueshëm, prindrit e mi, bashortja ime, fëmijët e mi, ata janë të meritueshëm që unë të tregoj moralin tim. Pastaj një herë tha, o njerëz, keni frikë Allahun se në familjen e Muhamedit, pra në familjen time kanë ardhur shumë ankesa prej grave, prej vajzave që i keq trajtonin në shtëpi. Ata burra që bëjnë këtë gjë nuk kanë frikë Allahun dhe nuk janë burra të mirë. Zakonisht ne humbim provimin në familjet tona. Familjet tona janë më të meritueshme për të treguar atyre që jemi njerëz me moral, për të treguar atyre që jemi njerëz që falim namaz, njerëz që kemi frikë Zotin e gjithësisë. Po ç'vlerë ka për atij njeriu që e ka fytyrën e tij të ëmbël, të mirë, e qeshur me musliman, selam aleikum, aleikum selam, e ku shkon në shtëpi është xhehenem për familjen e tij. Çfarë vlerë ka për atij njeriu, i cili mundohet ta bëjë xhennet xhaminë e Zotit, po e bën xhehenem shtëpinë e tij? Edhe faktikisht ne kemi shumë nevojë të rregullojmë sjelljet tona, të rregullojmë moralet tona pikërisht në familjet tona, sepse nëse na humbim familjet tona, nuk do të na vlejë më asnjë gjë tjetër. Ne kemi nevojë të rregullojmë sjelljet dhe moralet tona në tregti. E keni dëgjuar termin halal? Është shumë i përhapur termi halal, por halal mos kujtoni se është thjesht ai mishi i therrur me bismillah.
Mos kujtoni që thjesht ai mishi që nuk është mish i ndaluar. Halal është kulmi i vlerave. Halal do të thotë që ky njeri, ky nuk mashtron, ky nuk vjedh, ky nuk bën hile, as në peshore, as në çmim, as në cilësi. Po çfarë vlere ka fjala halal kur me këtë fjalë ne mulojmë shumë papastërti brenda. Kur emrin e ka halal, por ti ke frikë të hash në atë vend, ke frikë të bësh punë me atë person, ke frikë nga cilësia, ke frikë se mbaron punën në fund. Edhe në fund themi ma bë halal, po s'pata mundësi ta bëj më mirë. Këtu në këtë rast ne abuzojmë me termin halal, sepse halali nuk është një fjalë goje, po është një beslidhje që i kemi dhënë Allahu xhalleshanu që ne riskun ton do ta fitojmë me pastërti, do ta fitojmë me halal, do ta fitojmë me moral. Ne duhet ta tregojmë shembullin dhe moralin ton, mahallën ton, lagjen ton. Ma përmenda pak që xhamitë tona elhamdulillah janë brenda lagjeve. Edhe kjo xhami është brenda lagjes. Do nuk do ti ke lidhje me njerëzit që janë jashtë. Prej tyre ka për atyre që nuk janë besimtar, ka për atyre që kanë dyshimet e veta, ka diko që ka urrëtie, të gjithë njerëzit janë. Por a nuk ka më mirë se sa t'u vi shtëpia Allahu xhalleshanu aty në njerëzve brenda mahallës tyre. Pra ata kanë nevojë për sjellje, ata kanë nevojë për moral. Mos i tregojmë tjerëve se sa namaz falim ne, apo sa tahajjud namaz natë falim ne, janë sjelljet dhe moralet. Më ka bërë përshtypje një histori që dua ta ndaj me ju. Është histori e vërtetë që e tregon vetë ai person që i ka ndodhur. Në Turqi, një pianec, po themi i kategorisë fundit, e tregon këtë histori. Thot gjithmonë kur pija, shkoja dhe pija tek një xhami që është xhami e famshme, quhet xhamia e Yahya Efendiut. Ai që po themi për cilin është bërë xhamia ka qenë dietar shumë i madh në kohën e Sulejmanit. Thot aty thot mishte fiksuar merja shishën e rakisë dhe aty pija për herë. Një ditë imami i ri që kishte ardhur ku më gjeti aty duke pi alkool brenda varrezave afër xhamisë, thot ai nuk e proballoi veten më kapi dhe dëshim me largu, thot po unë thot u ndodha më i fortë se sa ai e kapa, thot e rrezova, thot dhe imamu detyrua të lej vendin e punës. Sepse unë kisha dem babadem që isha në atë vend, gjithmonë pija alkool në atë vend. Pastaj thot erdhi një hoxh i ri, një imam i ri. Thot edhe isha përgatitur edhe për këtë triun që të bëj debat, të bëj konflikt me të, por thot ai një ditë thot doli thot nga dritarja, e tha mirë se erdhe. I thash mirë se gjeta. Tha prit se po vi. Ky tha me siguri ky vjen tha për të konfliktuar si ai i pari. Tha të bëra gati thikën, biçakun tim se më thon sepse aty më shkoi mendja. Por ai kur erdhi tha u mahnita, më solli një tepsi me fruta. Edhe më tha përderisa je sprovu me këtë pije të paktën haj këto fruta se ta zbusin pak dëmin e pijes. Tha u çudita për kësaj. Hera e parë që dikush më flet në këtë formë. Pastaj tha i thash mos më merr me të mirë, se unë jam ateist. Nuk besoj as në Zot, as pejgamber, as në Kur'an, as në xhami. I tha nuk ka problem. Përderisa Zoti ka sjell të pish alkool në xhami, ka besu Zoti tek ty. Ka për të hap Zoti ty zemrën. Ti nuk beson te Zoti, po Zoti beson tek ti. Pastaj tha filluan vendosin miqësi me njëri tjetrin. Ai gjithmonë pyeste, a ke ngrënë gjë sot? Sa të tillë janë këta njerëz, janë të sprovuar. Ne mendojmë që janë njerëz këqij, jo nuk janë njerëz këqij. I ka sprovuar Allahu xhalleshan. Mund të ishim dhe ne të sprovuar si puna e tyre, por ne do të bëjmë detyrën tonë dhe të mos bëjmë llogarinë e tyre. Ky tha më pyeste për herë, thoshte a ke ngrënë gjë sot? Edhe më sillte ushqim, më sillte fruta të thata, më sillte fruta. Derisa i thash një ditë, unë besimtar nuk jam, por nëse unë fal namaz duke qenë pishëm, a ka problem? Edhe ai më tha, të marrish abdes është sevap, të falish namaz është sevap, pish alkool është gjunaf. Nëse merr abdes dhe fal namaz, ke marr 2 sevape edhe ke bërë dhe një gjunaf. 2 sevape janë më të mirë se sa një gjunaf. Edhe fillova dal nga dal duke fal nga një namaz. Por tha vazhdova ta pija alkoolin në atë vend. Aty e pija gjithmonë. Derisa një ditë tha pash që u afruan drejt meje, s'kisha pare për të blej më alkool dhe vritësha mendën ku do gjej lek për të blej alkool. Tha më afrohen 2 persona dhe mendova që kanë ardhur për sherrth apo kur erdhën tha me fytyrët po themi të gëzuar, më dhan selam edhe më nxorën një sasi parash ma hodhën në preher mua. Pastaj erdhën 5 tjerë, 10 tjerë, tha mu bën aq shumë parë, tha s'kisha parë ndonjëherë në jetën time. Tha kur shkova e pyeta disa, tha hoxha ju ka thënë atyre. Mirë, po secili që erdhi më thoshte Zoti të shpëtoft. Zoti të shpëtoft, edhe jo të mallkoft. Zoti të shpëtoft.
prej kësaj dhe më linte para. Tha, u çudita prej kësaj dhe shkova i thash hoxhës, më ka ardhur shumë pare prej teje sot, vazhdo kështu. Ai më tha, ato pare janë tuaja, bëj çfarë duash me ta. Por nëse ke dëshirë të kurohesh, shko kurohu me ato pare. Të shtoj Allahu xhalleshanu se ti je njeri i mirë. Tha, u preka shumë prej kësaj fjale. Pastaj shkova më thanë që hoxha ka thonë të gjithëve, shkoni dhe ndihmoni atë njeri, se ju e shihni se si është sot, por nuk e dini si ka qenë dje, nuk e dini si mund të jetë nesër. Ju duket vetja burra të mirë sepse falni namaz, por nuk e dini si mund të jeni ju nesër. Zoti bova ki atë e kthen rrugë të mbarë dhe ju nxjerr prapa atje në sokak, ju bën më keq se sa ai. Mos ju mbështesni vetes tuaj, po mbështesni Allahu xhalleshanu. Kur dëgjova këto fjalë, tha më hypën lot dhe u rënqetha. Tha, nuk majta asnjë pare për asaj që më kishte mbledh, tha ishin shumë para. Ky tregon vetë historinë e tij dhe shkova i thash hoxhës, unë nuk marr asnjë lek për këtyne. Po Zoti më fal, më ndihmo që ta lej këtë virane, këtë mallkume se nuk e lej dot. Hoxha tha, këto pare janë të tujat, bëj çfarë dush me to, por nëse do të hikish prej kësaj rruge, këto pare përdori për shokët tuaj që janë si puna jote. Tha dhe unë, tha, themelova i shoqata e shpëtimit të atyre që kanë varësi ndaj alkoolit dhe kishte sa të dush si puna ime, dhe ky person kur e tregon këtë histori, ai hoxh thotë u bë sebeb. Ato e përdori Allahu xhalleshanu sebeb me sjelljen e tij, me moralin e tij, me butësinë e tij, të më shpëtoi mua Zoti e të shpëtoi 10 pra tjerë si puna ime. Prandaj Zoti na ndihmoft se vallai kemi përgjegjësi ndaj gjitha këtyre shtëpive, ndaj këtyre njerëzve që dëgjojnë ezanin, që na shikojnë ne, edhe ne ishim si puna tyne, ndoshta ishim më keq se sa ata. Mos i gjykojmë njerëzit se çka në zemrat e tyre, por themi o Zot, na përdor sebeb për këta njerëz, na përdor për sebeb për familjet tona. O Zot, na ruaj se nuk i mbështetemi vetes tonë, po je ti me mëshirën tënde që na shpëtove dhe na futën në këtë rrugë. E fundit, njeriu do ta tregojë moralin e tij kur ka pasuri, kur ka pushtet, kur hyp në post, kur bën një punë, sepse për fat keq një pjesë e madhe e njerëzve dhe muslimanëve janë të mirë teksa janë në xhamat, kur janë njerëz thjesht, nuk kanë pasuri, por kur hyp në pushtet, kur hyp në pasuri, kur hyp me një punë shtetërore, ai nuk i njeh më vëllezërit e tij, ai si njeh më njerëzit, mendon se që kur ka lind kryetar apo drejtor. Edhe kjo është ajo që ka dëmtuar shumë, nërsa Zoti na ka treguar shembuj pejgamberësh. Sulejmani alayhis salam kishte në dorë jo shtetin, po kishte pushtetin e njerëzve, të gjindëve, të kafshëve, të erave, të shirave, të gjitha ishin prontë në urdhrin e Sulejmanit alayhis salam. Po ka qenë shumë i thjeshtë. Ai ule dhe dëgjonte zërin e milingonës. Aq i thjeshtë ishte. Na ka treguar Zoti shembullin e Jusufit alayhis salam. Edhe kur u bë mbret, asnjëherë nuk u bë mendje madh. Një ditë agjeronte e një ditë shpërndante ushqim për njerëzit tjerë. Na ka treguar Zoti shembullin e më të mirit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që dhe ai kur hiri çlirimtar në Mekë e uli kokën e tij në shenjë respekti, modestie ndaj Allahu xhalleshanu, saqë koka e tij prekte kungungën e deves. Kto janë moralet e muslimanëve, kto janë moralet e besimtarëve, kto janë moralet e pejgamberëve. Nuk duhet të ndrojë njeriu moralin e tij sepse ndroi posti i tij apo rroga e tij apo puna e tij. Por përkundrazi, ai duhet të jetë gjithmonë njeri që njeh Zotin e që ka frikë Allahun xhalleshanuhu. Edhe e fundit, vëllezër dhe motra, sidomos për veten time dhe për të rit, morali i muslimanit tregohet në rrjetet sociale. Për fat keq janë bërë rrjetet sociale si mall pa Zot, si livadh që nuk ka gardh, thuj ç'a dush, shaj kët dush. Merr në përgoj kët dush se s'ka problem. Po pse? A nuk është i Zotit rrjetet sociale? A nuk ka Allah në atë vend? Si lejohet një muslimani që të çaj, të ofendoj, të marrë tjerë në përgoj, ti thot lloj-lloj fjalësh? Unë them që kjo është sprova më e madhe që kemi ne sot. Që në rrjetet sociale njerëzit nuk po kanë frikë më Allahun xhalleshanu. Prandaj e lut Zotin e gjithësisë na bëj për atyre njerëzve që janë muslimanë të mirë, edhe kur janë në xhami, por edhe kur dalin jashtë xhamisë. Të jenë muslimanë të mirë në familjet e tyre, në punën dhe në tregtinë e tyre, në mahallën dhe lagjin e tyre, edhe sidomos në këto rrjetet sociale. Inshallah Zoti na përdor gjithë dhe për hajër. Zoti na ruaj nga keqja e veteve tona, keqja e shejtanit mallkuar. Na përdor Zoti për udhëzimin e njerëzve të tjerë, edhe jo sebeb për udhëzimin e njerëzve të tjerë, jo sebeb
për devijimin dhe largimin e njerëzve të tjerë. O Zot, siç na e zbukurove pamjen tonë t'jashme, na zbukurove pamjen tonë brendshme, na zbukurove vlerat dhe moralet tona. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoti ja shpërbleft me të mira, u takofshim gjithmonë në hajër dhe mirësi. Allah shpërbleft hoxha, Allah Zoti e shpërbleft hoxhën, Allah shpërbleft dhe juve për durimin. Qofshin këshillat e hoxhës të dobishme për neve vëllezër. Shkurtimisht për të përmbledhur fjalën e hoxhës, hoxha e nisi bukur me duan e moralit dhe tha profeti alayhis salam të shikonte veten e tij pra në pasqyrë. Sepse ne si besimtarë duhet të kuptojmë që kur dalim nga shtëpia, nuk dalim si Leonardi, nuk dalim si Feriti, me që ne jemi hoxhallar, por dalim si imami, imam Leonardi, imam Feriti, dalim si ky besimtari musliman që falet në xhami. Dhe të shikojmë veten tonë do të thotë që të marrim disa përgjegjësi që na takojnë. Dhe ne përderisa kemi thënë fjalën më të madhe, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, kjo fjala ka përgjegjësitë e saj të përfaqësimit dinjitos kudo që ne shkojmë. Sepse dietarët e kohëve të fundit do të thonë një gjë shumë të bukur lidhe me këtë çështje. Na janë lodhur veshët, ndërkohë na janë etur syt. Dëgjojmë, po nuk po shikojmë vepra. Dëgjojmë vetëm fjalë të bukura, teori, do bëhet kjo, do bëhet ajo, por nuk ka veprime. Ndërkohë tek Allahu është më dashur vepra se sa fjala. Ajo mbetet. Fjala thuhet sot, harrohet nesër. Vepra mbetet dhe do të jetë ajo çfarë vendoset në peshorën e veprave tona. Prandaj në Islam ka një dallim shumë të rëndësishëm ku edhe në Kur'an ndahet ajo midis ilmit dhe hikmetit, diturisë dhe urtësisë. Dituri kanë të gjithë vëllezër. Sidomos sot, si sa dhe hoxha në rrjetet sociale, kemi akses për të dëgjuar, për të mësuar shumë. Dituri mund të ketë çdo kush, por hikmet, urtësi nuk ka çdo kush. Tu'til hikme men tasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khayran katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allahu e thot në Kur'an, Allahu ja jep urtësinë kujt të doj dhe le ta di ai që ka urtësinë si është dhënë mirësia më e madhe, hajri më i madh, por këtë e kuptojnë vetëm zotët e mendjes. Dhe çfarë është urtësia? Urtësia është dituria e kthyer në praktik me atë çfarë të udhëzon. Pra atë çfarë din prej Islamit, prej Kur'anit, prej hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam, kthehen në praktik. Dhe ky do të ishte morali më i bukur që ne do ta sillim në praktik dhe që do të ishte një nga veprat më të dashura të Allahut subhanahu wa taala, që do të merrnim vlerë ne si besimtar në çdo situatë ku ne jetojmë në komunitetin ton, qoftë individualisht, qoftë familjarisht apo dhe më gjërë. Allahu shpërblet hoxhën për fjalët e bukura, na kënaqi, Zoti qoftë i kënaqur me juve hoxhë i dashur, edhe me gjithë secilin prej nesh vëllezër që jemi prezent bashkë me motra të lartë. Allahu na bashkoft në punë të hajrit dhe na bashkoft gjithsë bashku në xhenetet e tij të larta. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim